Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Fokus. Do t'jemi sot me një personalitet të shquar të letrave dhe sidomos të fushës së përkthimit. E kam patur dhe herë tjetër në programin tim në Fokus dhe me të vërtet ka qenë një bisedë shumë e këndshme. Sot do të flasim jo vetëm për letërsinë, përkthimin apo artet për të cilat kemi folur gjerë dhe gjatë, por do të flasim dhe për atë personazh njeri, sepse me të vërtetë është një njeri i madh. Zia Vukaj, mirë se ke ardhur. A është e vështirë të jesh një njeri i mirë sot? Është shumë e vështirë të jesh njeri, aq më pak njeri i madh, sepse ajo është italianët i përgjigjen kësaj me pasthirmen magari, ku ta gjesh që ti je e vërtet, por e vështirë është gjithmonë. Vetë jeta është e vështirë, statura e njeriut është delikate dhe me investu për staturën e vetë, çdo njeri ban investimin më të madh të jetës. Dhe kjo natyrisht paraqet edhe vështirësi, sepse kalohet në për çaste delikate, kalohet në për sfidat e përditshme të jetës. Dhe nëse do ta përshkruanit veten jo si studiues, por si njeri, cili është Zia Vukaj kur fiken dritat e bibliotekës? Angazhimet e njeriut janë të ndërthurura, por gjithmonë mendoj unë, jo vetëm nga eksperienca ime, por edhe nga eksperienca të tjerëve, ata që merren me letërsinë, ata që merren me shfletimin e librave, gjithmonë janë borxhli edhe ndaj vetvetes, por sidomos ndaj familjes. Por nga ana tjetër janë njerëz që kanë empati dhe ndjeshmëri të madhe të gjithë, aty kus edhe veten. Dhe ato borxhet që ne i kemi, i njohim. Jemi të ndërgjegjshëm, se i kemi hyrë në hak bashkëshorteve, i kemi hyrë në hak fëmijëve, nipave, mesave, dhe pastaj kemi një lloj etjet për ta larë këtë borxh dhe ju kushtojmë shumë kohë dhe ndoshta jemi për aq kohë sa i kushtojmë, jemi shumë të intensiv në atë dashurinë që ua dedikojmë të afërmve dhe familjes. Më provokuat një pyetje tjetër. Ka ndodhur ndonjë moment që letërsia nuk ka mjaftuar për ta kuptuar realitetin rreth teje? Po nuk ka mjaftuar, është e vërtet, por arti në përgjithësi është komplementar në jetën e njeriut. Edhe më kujtohet një thënie e Nietzsches që kemi artin për të shpëtuar nga e vërteta, pra për të shpëtuar nga të vërtetat e jetës. Dhe unë bile e kam marrë këtë frazë dhe e kam vendosur në titullin e një monografie që ja kam kushtuar kompozitorit Pjetër Gaci, i cili ishte një gjeni, dhe ai thoshte, kemi muzikën për të mos u çmendur. Dhe nga një herë është edhe qëllim arti, letërsia dhe artet janë edhe qëllim, por nga një herë janë edhe mjet. Por duke i marrë si mjet, ato nga një herë janë të pamjaftueshme për me i dhënë kuptimin e plot të tërësisë, kompleksitetit të jetës së njeriut, i cili merret me të. Çfarë ju trem më shumë, mediokriteti kulturor apo arroganca intelektuale? Mediokriteti dhe arroganca që keni konstatuar mjaft të mirë ju, nga një herë nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, po nga një herë burojnë nga njëra tjetra. Po të marrim arroganca, në fakt nuk është tipar i njerëzve që kanë shpirt të madh dhe që janë artistë të vërtet. Por ka edhe raste kur se edhe artisti në fakt ka atë ADN njerëzore para se të jetë artist. Dhe ka artistë që janë shumë arrogant, natyrisht, edhe që janë artistë edhe të mëdhenj. Por e padurueshme është kur mediokri bëhet arrogant. Pra mediokriteti është një veshje, është një kostum që nuk i shkon arroganca. Nuk ka se si të shkojë. Po për fat të keq, mjerisht në një kulturë të vogël, siç është kultura jonë, ne duhet të themi aq sa është, kulturën ne kemi, por ne futemi në kulturat e vogla. Dhe te kulturat e vogla lulëzon mediokriteti. Dhe mediokriteti në fakt bëhet keq kuptim. Bëhet keq kuptim i njerëzve që merren me art. Keq kuptojnë energjitë e tyre, keq kuptojnë dimensionet,
ju duket vetja mallshtor, dhe kjo pastaj arroganca këtu bëhet dyfish më e dëmshme. Se të jetë arrogant një njeri që vërtet është i madh, i talentuar, ja fali arrogancë. Po të jetë arrogant një njeri që ka dimensione të vogla dhe produkt shumë të vogël kulturor dhe intelektual, ajo është pastaj dyfish e vështirë. Pra, po thoni që një shoqëri dëmtohet më shumë nga njerëzit gjysmë të ditur sesa nga ata të paditurit fare? Ignoranca në kuptimin pejorativ të fjalës nuk është gjendje. Ignoranca është vendim. Ignoranca si gjendje ekziston te çdo njeri. Ignoranca është padjeni, padituri, dhe se nuk ka njeri që nuk është ignorant në këtë botë. Sepse sa do i ditur që tjetë në fushën e vetë, është i paditur në fare në një fushë tjetër. Por ignorant në kuptimin pejorativ quhet njeriu që ka marrë vendim për mos me mësu, për mos me lexu, për mos me zhvillu vetveten. Kjo është ignoranca. Në fakt, ajo ignoranca që urrejmë ne, jo ignoranca si emërtim, që vjen nga termi latin ignorant. Ke nxjerrë gjatë punës tënde shumë breza të rinj. Po, Nga viti në vit, nëse do bënim një kronologji, si kanë ndryshuar brezat? Janë më të vetëdijshëm sot apo ishin më të vetëdijshëm dikur? këtu ka dy pikpamje për brezat. Unë jam me librin e Umberto Ecos në dorë, Sulle spalle dei giganti, është mbi supet e gjigantëve. Ideja që thotë se të partë tanë na bajnë me pa më mirë realitetin, sepse ata na kanë vu mbi supet e tyre. Edhe një fëmijë po ta vendosim mbi supet e babait ose të atit të vet, sheh më tepër nga supet se sa sheh vet baba që ka marrë fëmijën sipër. Pra është kontributi i brezave. Po edhe këtu ka dy pikpamje. Disa thonë që brezat e mëparshëm kanë qenë shumë të mirë, e brezat e sotëm janë shumë të këqij. Në fakt nuk pajtohem me këtë bindje, sepse çdo brez ka të mirët e vet. Çdo brez dhe brezat e mëparshëm kanë lavdin dhe superioritetin që kanë vendosur liliputit e çdo kohë, njerëzit vdekatarët e çdo kohë janë xhuxh, janë liliput por që secili prej liliputëve din më shumë se gjenia më e madh i shekullit kaluar. Pra, ajo që një shekullin e kaluar ka ditë vetëm një gjeni, tash e dinë edhe fëmijët. Dhe kjo është merite e gjeniut të shekullit kaluar, në fakt nuk është merite e fëmijëve që e dinë atë. Dhe kjo ndërthurje brezash kur ka harmoni dhe ka kohezion, atëherë ka edhe logjikën e përjetësisë. Dhe ka logjikën e një zhvillimi të shëndetshëm të brezave njerëzore. Pra duhet jemi më empatik ndaj të rinjve? Po patjetër, duhet jemi më empatik, sepse sado që ne ju kemi kriju nga një herë vetë kushtet, se të gjitha kushtet e këqija ose të papranueshme që para cilave ndodhen të rit, ato i kemi kriju ne në fakt. Nëse ka defekte shkolla, nëse ka defekte qëndrimi qytetar, etika, morali, ato i kemi përgatit ne të gjitha. Sepse fëmijët kanë qenë të vegjël dhe ne i kemi vendosur në një terren të cilin e kemi përgatit ne. Dhe ju kemi thënë hajde tani jetoni në këtë terren. Dhe ne i kritikojmë fëmijët, të cilët janë rritur në terrenin që kemi krijuar ne. Dhe kjo është shumë problematike. Të bëra këtë pyetje sepse e di që në çdo brez që keni dhënë mësim keni qenë një lloj miku, edhe pse me një autoritet të rëndë. Çfarë disipline i duhet një profesori që të ndërtojë një rrugë të ndërmjetme, por edhe një urë, po them, me breza që janë krejtësisht të largët në moshë? Janë krejtësisht të largët, por puna e parë është ajo që përmendet ju, është empatia, që vetë mësuesit duhet me pas më të mprehtë se sa brezat e ri. Mësuesia nuk është përcaktuar kur si zanat, as si profesion. Mësuesia është art. Është midis artit dhe profesionit. Pra, po ta marrim në disiplinat e veçanta, mësuesi duhet të jetë edhe pak artist,
sepse është medium, është nërmjetësi i cili është i ngarkuar me detyrën për t'i bërë të thjeshta gjërat e ndërlikuara. Kja është sekreti i mësimdhënësit edhe i vetë veprimtarisë që ushtron mësimdhënësit, të cilës unë nuk mund t'i them zanat, as nuk mund t'i them profesion. Unë i them art, mision. Pra është një lloj misionit, edhe vetë profetët kanë qenë mësues. Jezu Krishti, Muhamedi, të gjitha figurat e mëdha të feve abrahamike, të gjithë kanë qenë mësues. Dhe këta mësues kanë pas një stil veçantë të mësimdhënies, siç nuk e ka askush tjetër. Edukimin e tyre këta nuk e kanë dhënë aq shumë me fjalë, se sa kanë dhënë me veprat e tyre, me devocionin, me privacionet që kanë kaluar në jetën e vet, me shembullin e tyre, duke u sakrifikuar. Krishti vdiq për mëkatet tona, e tjerë, dhe e njëjta gjë ndodh me profetët e tjerë. Dhe mësuesi këtu krahas formimit dhe staturës intelektuale dhe erudicionit, megjitha duhet të jetë rrezatues i veprave të mira, i shembujve të mirë, i privacionit, i empatisë, i dashurisë, i drejtësisë, i sakrificës, i fjalës së dhënë. Dhe kjo është autoriteti i mësuesit. Nëse mësuesi nuk e kanë pa tu i gënjy asnjëherë, nëse mësuesin e kanë pa tu i majt fjalën, nëse mësuesin e kanë pa tu i duke shpalosur dashurinë për secilin nxënës, nëse mësuesin e kanë pa duke vuajtur për vujtjet e nxënësve, ai mbetet i paharruar në gjithë brezat që kanë pas punë. Jo për ta ulur tempin e bisedës, po të përfitoj nga rasti për ta bërë një pyetje. 2 raste të dukshme, një profesori në Kosovë dhe një mësueseje në Kamës, ku u përdor dhuna verbale, fizike në një sens, dhe opinioni publik u nda pro dhe kundër. Ju vetë, si një mësues me shumë përvojë, mendoni që sot figura e mësuesit nuk po vlerësohet aq sa duhet? Mu më pëlqen shumë ky argument. Unë kam pas një rast edhe para këtyre, para disa vitesh, 10 vjet, mase u doli një lajmi do të thonë doli nga, siç thotë Migjendi, nga fundi i dheut, edhe dal nga dal, u bë virale ajo ngjarje, një ngjarje siç i bën populli virale ngjarjet boshe dhe pa në një vlerë të madhe, por ky virus kapi edhe këta analistët e studiove televizive, të cilët e bajnë çimen tra, dhe duket edhe nga varfëria e tematikave, kur kanë varfëri tematike, atëherë marrin gjithçka. Dhe ka një traditë shumë të keqe nëpër disa studio televizive, or edhe në gazetar gjasme investigativ, që bajnë kërdisin këta edukatorët e kopshteve dhe mësuesat e shkollës fillore, këta i kërdisin. Këta i sakatojnë, se aty munden këta me kanë më të fuqishëm. Pra, kjo është i forti, që ju tregon vendin edukatorëve, këta janë të tmerrshmi, që ky një edukator pas ka kap për veshit njëri, ngjarjet që po ta shkruan, kam bërë një shkrim dikur, ishte një mësues nga Malësia Madhe, nga Bajza, që i kishte fut një 2 shkuta një nxënësi se ishte shumë problematik, por kjo mësuesja pastaj ishte fituese e të gjitha olimpiadave të matematikës pa diskutim. Këtu ka diçka, mësuesja s'duhet me prek nxënësin hiç në fakt. Kjo është antipedagogjike. Ky të din gjithkush. Nuk ka njeri që se din. Dhe këtë, duke ditë të gjithë, nuk ka pse e merr si armë të fortë askush kur don me argumentu diçka. Jo, po nuk lejohet, e din gjithkush që nuk lejohet. Problemi është që ata që e kanë pa me vëmendje i këtë mësuesen që ju linçu, që ju masakru, që ju mallku, që ju sulen gjithë i madh i vogël, unë e kam pa pak më me empati. I herë puna e parë, pa fillu mu marrë me mësuesen, kam pa tabelen e saj, që kishte plotësu, ajo kishte pasqyru të gjithë lanën që do të shpjegonte me detaje, e kishte pasqyru në
dy drasa të zeza. Drasa, po. Gjë që sot nuk e bën asnjë mësues. Ç'a bën një mësues, një homolog i saj? 99% homologëve të saj ulen rrin aty dhe as nuk i pyesin nxënësit. Nxënësit bajnë gallat, hyjnë e dalin për qef, hapin derën, dalin pa i marrë leje mësuesave. Po ja, ky Mësuesja është problemi. ka marrë mitin e Sizifit. Pse është tragjik Sizifi? Sizifi është tragjik sepse është i dënuar me punë të pa dobishme. Kjo është kuptim plotë. Të jesh i dënuar me punë të pa dobishme. Kjo është filozofia që e ka trajtuar edhe Camus. Dhe secili kur ta lexojnë, edhe pa lexu Camus, po me lexu Sizifin e antikitetit, e kupton. Njeriu lodhet, raskapitet gjithë ditën dhe shkon në shtëpi mas gjithë lodhjes ditore, je marrë me nxënës, je marrë me fëmijë vllastum, je marrë me prind ignoranta, je marrë me prind që tash të gjithë këtë ka trahur, dikush e ka mësuar fëmijën, në vend që me i mësu matematikën në shtëpi, edhe land me ndihmu me mësu, me thonë ku ke met, ai ka mësu me përdor kamerën për me spionu mësuesen. Mësuesja mund të jetë tash 10 vjet në këtë dilemë, a me punu, a mos me punu ma. Sizifi tashti ka orën e ndërgjegjes. Ora e ndërgjegjes Sizifit është kur guri në ka njët majet malit, dhe guri i ikën dhe ka mull me një përjetësisht, për ditë. Por ai momenti kur i bjen guri, që ka ngjit gjatë ditës, aja është ora e ndërgjegjes. Në fakt aja është ora e çmenorisë ti. Aty është tragjizmi. Pra, sepse e kupton që ka bën një punë të padobishme. Dhe është i dënuar përjetësisht nga zotat me e bën atë punë. Kështu ndodh edhe me mësuesen. Ajo punon. Dhe është e vetmja në shkollë që punon. Dhe aja delja e zezë. Ata që nuk punojnë janë të nderuar. Ata respektohen. I dën nxënësi shumë. Mësuesat që si bërtasin kërkuj. Që si kërkojnë llogari askuj. Dhe kjo është e veten, një moment saktum, njeriu është njeri, mësuesi është edhe objekt edhe subjekt, ashtu si edhe nxënësi. Ndërgjegja e saj është ranuar kaq shumë sa ka shpërthy. Ka shpërthy. Gati është çmend. Mirë, po për më ardhur deri në këtë pikë të çmenorisë së saj, se seancë çmenorie ishte ajo. Ajo ka kalu kush e di se sa faza dhe persekucione të përditshme. A ka prind që i afut shput fëmijës? Ka, edhe sot. Shumë. A duket bukur, ai keq duket. Shumë keq. Me pa vedin, ai kur i ka ra fëmijës ose i ka ofendu fëmijës që mund i ketë bërë një sherr, po ta shoh veten ai dëshpërohet, sepse duket keq. Kështu a duket keq edhe ajo mësuesja. Edhe kjo është, kështu duhet gjykuar. Kjo mësuese ka dështu. Ka dështu për çfarë? Ka dështuar shoqëria, mendoj unë. Bravo. Pra ka dështu sistemi i herë. Sistemi. Dhe pastaj bashkë me sistemin ka dështu edhe tjetër. Këtu duhet mu pa kjo. Po jo mu pa se si shife i ra, si ra. Këto janë. Dhe vjen puna, askush nuk ja çon në hallin mësuesit. Mësuesi është kthyer në një figurë të parëndësishme. Nuk ka status, nuk ka integritet në shoqëri, kur gjanë. Dhe ne, populli joni i llastuar, ka dëshirë me mbrojt vetëm fëmijët e vet. Dhe mësuesi është armik. Mësuesi është pala kundërshtare. Pala jon, jemi ne, fëmia, nxënësi, jemi ne dhe ata. Ata janë mësuesët. Ne jemi. Po. Kjo është pra ky lloj opozicionit. Pra është në marrëdhënie opozicionale prini me mësuesin e me shkollën. Dhe a dini se çai bajun mësuesit? Bajnë edhe lavdi, bajnë heroizëm, e dini? Bajnë trima. Ka një trimrim aty, ka trima me fletë. Unë shkoj e mësuesin, unë i baj kështu. Dhe ju duket se po bajnë heroizma, luftojnë me mullit e erës, pra. Në vend që, a din çai bajun, unë puna parë, kapi për veshit fëmin tim. Dhe i thëmë, qa keni punu sot, qa keni bë sot? Çfarë landet keni pas? Ku jeni me mësime? Çfarë notet ke marrë? Çfarë angazhimesh ke bë? Ke në vështirësi në lanë me na tërgu, cilat janë që të ndihmojmë edhe ne, këto si banë përkush. Mas andaj shkollat tona janë të mbushura plot me psikologë, që marrin rrogën kot. Janë 2 në shkollat me psikologë.
psikolog që kanë edhe një dhomë të veten aty, një studio kote, që nuk e di se për çfarë ju duhet, edhe mu xet pakten, sepse kanë edhe në një mjet ngros, në kondicioner ose në gjëra që i ngro, dhe rrin kot. Si ka mundësi, kjo mësuesi që pas ka kanë kaq problematike, mos me pa kush asnjëherë. Shkolla ka drejtor, shkolla ka këshill pedagogjik, shkolla ka këshill disiplinet, shkolla ka bord të shkollët, të prindve, shkolla ka qeveri nxënësish, e mi gjitha shkolla ka psikolog. Dhe kjo mësuese kaq kriminale, pas ka jetu kjo, pa u vure e kërkon, Po dhe ishte në prag pension. prag pension. E shkreta, që e ka rrejt mendja se mundet me bë mësim. Dhe se ka lënë kush asnjëherë me bë mësim. Kjo është edhe tragjike. Ja kanë vlerësu punën. Dhe ajo mas gjithë kësaj, domethënë është kompleksu, është mush shpirtnisht me energji negative. Dhe ka shpërthy dikur. Çdo krijesë, po t'ja myllish të gjitha shtigjet, shpërthen. Dhe kjo ka pa verin me shtigjet të mbylluna, e penalizuar nga ambienti i vet. Për të ndërruar temë, kthehemi pak tek profesioni juaj i përkthimit. Po. Të jesh përkthyes je gjithmonë mes dy gjuhëve a më shumë. Ndodh ndonjëherë se kur i përqafon të gjitha gjuhët në të cilat flet dhe përkthen, po ndodh edhe që të mos jesh plotësisht i asnjëres prej gjuhëve. Çfarë ju ka ndodhur ju? Një fenomen i tillë, keni gjetur veten kështu ndonjëherë në rrugë kyç? Po, përkthimi i letërsisë, shqiprimi, ose kombëtarizimi, është një ndër aktet më të rëndësishme kulturore që i ndodh popullit. Përkthimet e kanë historinë shumë të lashtë, që është në antikitet, dhe përkthimet e librave të shenjtë, sidomos, kanë pas gjëra shumë interesante, dhe kanë pas histori shumë interesante. Përkthimi është komunikimi mes kulturave, është komunikimi mes popujve, është shfrytëzimi i pasurive të një kulture në të mirë të kulturave të tjera. Letërsitë përgjithsisht janë bilingue, janë dy gjuhëshe, dy a më shumë gjuhëshe. Por letërsia jonë dihet që është letërsi bilingue, por edhe shumë letërsi të tjera. Të gjitha letërsitë evropiane janë frymëzuar nga librat e shenjtë, nga Bibla e tjerë. Por edhe nga librat e tjerë të shenjtë, nga Tora, nga Kurani, të gjitha këto, që kanë qenë pasuri e popujve të tjerë dhe janë bërë pasuri shpirtërore, por edhe pasuri artistike, pasuri letrare, sepse ka miliona libra në botë që kanë subjekte biblike, si që kemi edhe ne, edhe si që kemi letërsinë filo-biblike, letërsinë e qarkut veriut, kryesisht, që është letërsi e lindur nga meshari i Xhenbuzukut fillimi, e pastaj nga perikopeja e Ungjillit Pashkës në jug, e pastaj nga qeta e profetëve e Pjetër Bogdanit pra, ku Neus profetarum, e të gjitha këto, sibilat, të gjitha kanë ardhur nga librat e shenjtë për të bërë letërsi. Letërsia në përgjithësi, përkthimi pra është domenin më periferik i letërsisë. Nuk vlerësohen përkthyesi. Përkthyesi konsiderohet si një punëtor kulture. Në fakt unë them një diçka. Një njeri që përkthen, që shqipron, shqiprimi e rrit. Kemi thënë edhe herë të tjera, je shumë më i rritun mas përkthimit të një vepre të mirë, se që ishe para se t'ja hyje punës për ta përkthyer. Din shumë më tepër, jo vetëm ke informacion më tepër, ke elegancë gjuhësore më shumë, ke kulturë më shumë, ke sharm në të shprehurit, edhe në stilit bisedor, ke rritje të stilistikës, se ta imponon vetë, është gërmim. Përkthimi i një libri që ka shumë informacion dhe shumë stil dhe shumë teknika letrare, ai është si puna e atij që gërmon për të zbuluar metale minerale të çmueshme. Dhe në këtë aspekt atëherë duhet me falenderoj gjuhën tonë, gjuhën shqipe që ka një sistem përsosur gramatikor, është një gjuhë që është shumë e shkaftë, ka gjithçka, nuk i mungon asgjë,
është sintetike, është analitike, është stilematike, I ka të gjitha kjo gjuha jone bukur. Po, por thatë që nuk vlerësohet. Nuk vlerësohet, por ne kena diskutu një herë për librat e çfarë blen lexuesi shqiptar më shumë sot. A blen shkrimtar shqiptar apo shkrimtar të huaj? Fakt, po, lexohet letërsia e huaj. Letërsia huaj. E pra, atëherë letërsinë e huaj kush e sjell? Kush e sjell? Duket si një Imagjinoje, mos të ishte ku fillon letërsia, mos të ishin përkthyesit. Na s'kishim njoft Cervantesin, Shakespeare, një herë Biblën s'kishim njoft. Dhe mendoj ka herë për Fanolin. Ai do ta ketë pas shumë vështirë kur ka marrë vendim për me u bë Shqiprus. Nga t'ja filloi Noli, keme përkthy. Dhe ne fatin e mirë kemi përkthyes të mrekullueshëm. Analuesit e përkthimit, në veçanti. Përkthimit natyrisht. Sot mendojnë që kemi më shumë krizë leximi apo ka krizë mendimi, apo të dyja? Të dyja, por leximi ka lënë nëpër atë që tham, nëpër këto preferencat, dhe preferencat janë të justifikume. Në qoftë se duhet marrim atë që krijon në gjuhën shqipe, një shqiptar që bën një roman shqiptar, shkrimtar, që shkruan në gjuhën e vet, amtare, në gjuhën shqipe. Ai është në kushte më të favorshme se një që përkthehet. Pra, I bjen që Markezi nuk e ka atë komoditet që mund të ketë një shkrimtar shqiptar. Pse? Markezi e përkthen dikush dhe kalon dorën e për dorë. Kurse ky që shkruan në gjuhën nuk ka nevojë me ja përkthy kush, por flet direkt me gjuhën e popullit vet. Dhe kjo është në kushte më të favorshme. Atëherë, nëse lexuesit nuk e blejnë veprën e këtij, nuk ka faj lexuesit. Është faj atij që shkruan në shqip. Dhe nëse se më shumë blihet letërsia e huaj, është faj shkrimtarëve shqiptar. Sepse nuk janë zot me shfrytëzu pozicionin që t'jep bonusin që t'jep gjuha jote kombëtare. Pozicioni I të folunit gjuhës amtare. Më provokove një pyetje tjetër. Të gjitha shoqëritë pa përjashtim në tërësi nuk është se I kanë shpëtuar dot asaj ndarje së epërme që konsiderohet letërsi ose kulturë popullore nga ajo elitare. Edhe Shqipëria sigurisht që nuk do t'i shpëtoj kësaj lloj skeme. Ju si shikoni këto raporte sot në aktualitetin e sotëm letrar dhe kulturor? Konsumatorët e artit, jo vetëm të letërsisë, por edhe të muzikës, edhe të pikturës, skulpturës, kinematografisë, të gjithave, konsumatorët e artit janë të ndarë në disa fasha. Po të marrësh shoqërinë njerëzore, fasha më e gjerë është fasha e mediokërve. Pra, ajo që konsumojnë njerëzit e mesatare, nën mesataren, ajo I bën miliarder të tjerë. Pra bëhet komercializmi këtu ka sukses. Ai që është I zoti, ai biznesmen, ose komercialist që është I zoti, me operu me fashën mediokre, ai vetëm bëhet I pasur dhe asgjë tjetër. Nëse do me dëgju muzikë klasike, me shku te teatri I operës, sa vet mund të ketë një simfoni ose diçka, shumë pak ka. Po ba me ardh një këngëtar lagjesh, popullor, diku, që njerëzit e marrin edhe në përdasma, që njerëzit I kënaqen atë mënyrën e tyre, turmat janë pa fund. Kjo ndodh edhe me letërsinë. Letërsinë e bulevardeve. Unë ju them ka herë disa romane, për shembull Daniel Steele e tjerë, them këto janë libra parukerish. Pra Po, në fakt dhe është e dyta më e shitur në botë. Po, dhe këto janë, kjo është fasha, brezi, sasia e konsumatorëve të letërsisë. I shef ata I marrin, I lexojnë pafund. Ata janë libra skematik që nuk kanë asgjë, kanë një lloj narrativet, shumë
naive, krejt skematike, dihet që në fillim se çfarë bëhet, dhe kjo është letërsi që konsumohet nga populli, shumë 90% e popullit, mirë po, thoshte bukur Kadareja për Eçrem Çabejn. Kishte ba Shaban Demiraj një libër dikur për Eçrem Çabejn, ishte ma tepër jo Çabej si shkencëtar, por ishte marrë me pjesën e jetës së Çabejt. Edhe Kadareja thoshte që e lavdërote ke ba punën më të mirë, sepse kush me e kuptu Çabejt? Ti je mundu me jau ofru njerëzve, sepse është si me marrë muzikën klasike dhe me jau shpjegu atyne që merren me folklor. Pra, folklori dhe muzika klasike janë largë, krejt. Ka të antipodë. Po, të është i Çabej, me këta që janë amatorë në të në gjanat është shumë largë. është shumë largëjerë, sepse me lexu Çabejn, ju që keni kulturën e duhun, letrare dhe gjuhësore, kuptën se që do me thonë me lexu Çabejn. Vetëm me pa fonetikën historike që ka Çabejn. Ose edhe Shaban Demiraj, që ka gramatikën, sintaksin e morfologjinë historike, aty një njeri që nuk ka marru edukimin për kot sa i futet kot, se nuk kupton asgjë në fakt. Dhe kjo është kështu ndodh edhe me artet. Jeta i mëson njerëzit të bëjnë kompromise. Ka detyruar ty të bësh kompromise? Po patjetër, kompromise bëjmë ne. Kompromise bëjmë sepse njeriu nuk i shpëton dot kompromiseve. Kur në kohën e inkuizicionit Galileo Galilei e ka tërheq përballë presioneve atë e pur Simoven e ka tërheq sepse e kanë kërcënu dhe kur merret në shqyrtim Giordano Bruno është djeg dhe nuk është kthy. Po e ka pas ma kollaj me ba kompromis, mos me ba kompromis, se ai nuk kishte fëmijë. Kurse ky tjetri kishte fëmijë, kishte familje, kërcënohet e tjera. Dhe ka raste kur kompromisi bëhet për arsye mallore. Dhe kur bëhet për arsye mallore, është i kuptueshëm të falë. Është i falshëm, është mëkat i falshëm. Po tanë kena arsye mallore për me bë kompromis. Mund të vi kompromisi për ato që quhet pasiguri njerëzore, për çfarë vjen pas? Fiks, aja është. Pra është një lloj me banalizu, është një lloj shantazhimit që i bëhet individit përjetësisht. Pra kërcënohet. Është një kërcënim me pranu atë që ai moralisht nuk e pranon. Dhe kjo ndodh njeriu për ditë. Për ditë ndodh njeriu. Pa hyrë me numëru çastet e jetës, nuk ka ditë që njerëzit nuk bëjnë kompromise. Edhe njeriu që i duket vetja më i hekurt, do të bëjë kompromise. Se shkon sa shkon, por njeriu nuk është i hekurt. Nuk është i hekurt. Edhe po citoj Migjenin, thotë heroizmi, thotë, nuk është i vlefshëm fare përveç se në skenë. Në skenën e teatrit. Aty mundesh mu bë hero. Skenën e jetës nuk mundesh me kanë hero përgjithsisht. Ka edhe të tillë njerëz sublim, por njeriu i staturës zakonshme nuk e ka për detyrë me kanë hero. Mesazh njerëzor është. Ajo që doja ta diskutoja në fakt është që çdo ditë njeriu përpiqet edhe u mbet një pjesë të shëndetshme të vetes. Me që përmende Sizifin, kështu mund të krahasohet njeriu i sotëm. Sidomos në shoqëri të brishta, siç janë këto tonat, që liria është e cënueshme. Po njeriu i të gjitha kohrave është Sizif. Dhe këtu është universaliteti i mitit të Sizifit. Mitet duhen lexu jo si pralla, se kena prallat shqiptare që mund ishim kënaqur me to, por mitet duhet mu lexu si konkretizim se ndërtim i filozofive. Dhe kja është, si që të gjitha mitet janë filozofi,
të materializuara, do me thënë, në mënyra konkrete. Për arsye se njerëzit kanë kanë në njerëzimi ka kanë në foshnjërinë e vet. Dhe nuk e ka kuptu, po nuk ja konkretizove me shembuj konkret. Ka intelektual të pasur sot? Dhe si pasurohet një intelektual? Ka intelektual të pasur, por para se temi a ka intelektual të pasur, duhet me thënë a ka intelektual. Unë kam një koncept pak të turbullt për intelektualit. Dhe madje ka herë kur një gjë disa, unë skuqem unë për atë që thonë ata. Unë jam intelektual, thotë dikush. Është guxim i madh, me thonë jam intelektual. Intelektual nuk është një njeri që ka marrë një shkollë të lartë, ose një njeri që din diçka mirë, teorikisht. Intelektual është ai që me diturinë e tij arrin me transformo mirëqenien e njerëzve, lumturinë, fjalë madhe, por gjendjen shpirtërore dhe materiale të njerëzve, qoftë edhe të një grupi të kufizuar. Intelektual mund të jetë një bari që nuk ka shkollë fare, por që din me marshtru disa tufa me dele ose me dhi ose diçka tjetër, me të cilat ka përmirësu jetën e fshatit vet dhe jetën e shumë njerëzve të tjerë. Sepse inteligjenca e ka bate për me keni tillë. Dhe nuk janë të gjithë një lloj. Në çdo punë, ai që dallohet prej të tjerëve dhe ai që kryen një punë nëpërmjet të cilës ka lënë shenjë. Një mision publik. Dhe nuk është fort i ngjashëm me tjerët, se nuk mund ta bëjnë kurkush atë. Atëherë ky mund të jetë intelektual. Kam pas shkruar një herë një ese, sindroma e demiurgut. Demiurgu kryemjeshtri. Në për fshat na ka pas një njeri, një burr, po them se na kemi qenë patriarkat, i cili ka ditë me bën shumë gjëra. Ka qenë kovaç, ka qenë bujik i mirë, ka ditë me gjys ortopedit, ka ditë me parashiku edhe kohën, ka ditë me vendosë edhe drejtësi, ka ditë me shkru edhe letrat djemve që kanë shkruar ushtar. Dhe ky lloj demiurgut është thirrë gjithmonë. Ky është intelektuali në fakt. Ky është prototipi i intelektualit. Dhe ky është ai që ngjall besim. Ai ka ditë me ballë formalitete kishtare. Pra ka ditë edhe me qeth njerëzit, ka edhe etj. Pra një njeri që ka sjell dobi për një komunitet. Ky është intelektual. Dhe unë gëzohem që intelektualët kur i shoh që janë edhe të pasur. Dhe është shumë e arsyeshme. Më mirë me keni pasur një intelektual, se ka shumë variacione intelektual që kanë edhe pasurishëm dhe e meritojnë ta kenë. Sepse kryejnë punë që nuk mund t'i kryejnë kush tjetër. Me që jemi tek intelektualët. Gjithmonë kam diskutuar mbas edhe me ju, po edhe me miq të tjerë, dinjitetin e intelektualit sot. Këto rrjetet sociale sikur i kanë prishur ekuilibrat, kanë ndërtuar një realitet të ri që është vështirë të ndërtohen filtra për të zbuluar intelektualin, por edhe për t'i dhënë dinjitetin dhe vendin e duhur atij të vërtetit, i cili nuk bërtet në rrjetet sociale. Zakonisht intelektuali i vërtet nuk harxhon energji, se edhe koha është energji, nuk e harxhon energjinë për egon e vet. Dhe duke mos e harxhuar energjinë për vete, për të lançuar vetveten, atëherë mbetet në hije. Në një shoqëri ku të gjithë vrapojnë pas famës, të gjithë kanë etje të pa imagjinueshme për të bërë famshëm. Por intelektuali nuk ka kohë me menu këtë gjë. Pra një njeri që punon shumë, punon me mendje, por punon edhe me muskuj, ai nuk ka kohë të merret me gjëra të tilla, nuk i mjafton jeta. Por ata konstatohen, spikasin, ma vonë, ndoshta edhe pas vdekjes së tyre. Që kjo është një shpërblim qesharak pastaj. Ka patur ndonjë gjë Ziaj që ka dashur ta bërtas, ta thot me të madhe, por nuk ka mundur?
Për shkak se prishen ekuilibrat? Po, për ditë kam. Për ditë. E si a del këtë Më ka ndodhur një herë kur vdiq Kadareja, dhash një intervistë të RTS. Më kishte fokusu dikush për me 4-5 fjalë për Kadarejën. Edhe unë nuk jam fut kur unë simpati shumë të madhe për Kadarejën, por jo deri në fetishizim. Më qenë në atë ekuilibrin tim të gjykimit. Por me qenë që jam marrë me letërsi, edhe me erdhi një ofertë për me folë diçka. Aty në ju kishte pëlqyer një farë mënyrë të biseda dhe e kishin nxjerrë edhe në Facebook. Aty kam pa unë jo reagime negative, po sharje banale nga dhjetra, qindra njerëz që nuk më njihnin fare, as nuk e dinin që ekzistoj. Edhe domethënë ishin harxhu kaq shumë me sharje, me ofendime, në mënyrën më mizore. Ju thëm bile aty në ty, a ka mundësi me heq nga Facebook këtë, ose a mund ta komandoni këtë lloj dukuriet. Dhe aty kam thënë me vete unë që ma mirë mos me fol hiç dhe me ndajt në punën e vet njeriu, sepse vetëm keq kuptohesh. Asgjë më tepër. Kjo është. Me shoh din gjithë, me lexues din askush. Pse urren Kadarin? Nuk më pëlqen. A ke lexuar? Jo. Dhe a ke parasysh pra se në çfarë deregjeje jena ne? Jetën publike nuk e di sa e keni vënë re ju, por unë e kam vënë re çdo ditë. Edhe në media po promovohet një zonë e ndërmjetme që ose nuk e artikulon qartë qëndrimin ose nuk përfshihet hiç. Kjo është efekti i globalizmit. Mund thoni ju që çfarë lidhje ka me globalizmin. Lidhja që ka me globalizmin është se popujt e botës nuk duhet me mendu në kokët vet askush, sepse ka 3-4 persona në botë që mendojnë për gjithë botën. Ne i shohim për ditë. Pra janë pak koka që mendojnë për luftën, për paqen, për mirëqenjen, për gjuhën, për gjithë shka. Pra, është imperializmi i anglishtës, për shembull. Dhe këtu është bravurë e madhe, ju duket gati heroizëm njerëzve që dinë anglisht. Në vendin tonë janë bërë ministër vetëm se ka ditë anglisht, kur gjë më tepër. Pavarësisht se mund të jetë krejt ignorant në punë tjera, me ditë anglisht, domethënë kjo është fyrje e madhe për çdo lloj kulture. Dhe këtu është kriju ajo mivendosja në festivalin evropian i cili ka ardhur dhe është banalizuar nga viti në vit, duheshin përkthy tekstet poetike të këngëve në anglisht. Që poezia dihet me thënë troç është e papërkthyeshme. Por për me lexu hajt përkthehet. Është një përkthim hallit me shumë firë. Por për me kanë tekst këngët, ajo është gabimi më i madh me përkthy në anglisht. As nga anglishtja në gjuhë tjetër. Me lënë gjuhë anëtare, sepse një këngë, po them unë, ose këngë, ajo është ngjizur si shpërthim ndjenjash mes tekstit dhe muzikës. Dhe ai tekst nuk ju thot të gjithëve të njëjtën gjë. Dhe është e papërkthyeshme, sidomos tekstet e këngëve janë papërkthyeshme dhe kanë qenë të detyrueshme për shkak të imperializmit anglishtës me u përkthy të gjithashtu dhe imagjinoj se ç'a mund të ketë një gjuhë që nuk e ka ditë me një gjuhën e vet. Si baba, ju e përmendët që keni një marrëdhënie të bukur me familjen, por jeni baba vajze, por edhe gjysh mbese, apo jo? Si e shikoni këtë lloj marrëdhënie që është delikate, brisht? Po vajzat në veçanti, ndoshta edhe nga fakti që kam vajzë, po ndoshta edhe nga fakti tjetër që jam mësues. Unë kam një shmëri shumë të madhe, por unë i shoh gjithmonë me një lloj gati, jo delikatese, po gati friket. Vajzat janë bekimi më i madh i çdo familje. Vajzat janë engjëj.
Vajza është drita e syve të prindit. Ose si që kanë thënë disa figura profetike, është hieshia e syve të babës. Familje, po. Edhe e familjes. Dhe duke pas këtë status, vajza është princesh, është perëndesh, është bukuri, është hirë, është dritë, është nurë. Dhe imagjinoj përballë këtyre cilësive se si njihet njeriu kur vajza vuan. Mos pafsha vajzë duke vuajtur. Ky është bekim dhe le ta marrim edhe si mesazh përfundimtar. Mesazhi më i bukur që mund të thuaj në këtë emision. Shumë faleminderit. Ishim me zotin Zia Vukaj, studiues, përkthyes, një intelektual i shkallës sipërore që na nderoi sot. Faleminderit.